Mësoje para se t'jetë të vonë. Ja ushqimet që rrisin sheqerin e gjak. Nëse keni diabet, është e rëndësishme për ju të kontrolloni marrjen e sheqerit. Edhe ushqimi që nuk ka sheqer ndonjëherë mund të shkaktojë rritje të sheqerit, siç janë edhe karbohidratet. Karbohidratet mund të shndrohen në glukozë nga trupi juaj. Kjo glukozë përdoret më pas si energji nga trupi. Ka disa ushqime që kanë një indeks glicemik shumë të lartë. Këto ushqime mund të rriten në mënyrë drastike në nivelet e sheqerit nëse konsumohen me tepri. Sheqeri pa kontrolluar në gjak, ose siç e dimë të gjithë, mund të çojë në kushte të pafavorshme shëndetësore. Në këtë video do të rendisim disa ushqime të cilat mund t'japin rritje të menjëhershme të sheqerit në gjak. Shmangni këto ushqime nëse jeni diabetik. Qumshti i kokosit, qumshti i orrizit, qumshti i tërshërës përmbajnë sheqer, prandaj nuk duhet të teproni me to. Perimet me niseshte, gjithashtu frutat, karbohidratet e rafinuara mund të shkaktojnë luhatje sheqeri.